Fillojmë me zgjidhjen e detyrës. E pam se është e larguar për një kolon numri rendor dhe i fillon në kolonën e tretë tabela, do të thonë në rreshtin e tretë fillon, kurse rreshti i dytë është për titullin e tabelës. E shënojmë numri rendor. Dhe tash këtu kemi nishin, dyshin, shkojmë e mbushim deri te 7-shi. Definuam numrin rendor. Numri rendor është vertikalisht, e kthejmë vertikalisht, aligment, shkojmë këtu vertikalisht, edhe i thona vrap tekst për me na shkruan në dy rreshta. E vendosim numrin rendor në mes edhe në mes. Dhe e definuam numrin rendor. Në pjesën e dytë e kemi emri dhe mbiemri i kandidatit. E zgjedhim qelin, i thona me shkruan në dy rreshta, e zgjedhim në mes edhe zgjedhim në mes. Në pjesën e tretë është numri i indeksit. Numri i indeksit. Numri i indeksit në tërësi do me thonë e mbushën këto, e përmisojmë i në këtu me të madhe që na shkruan, e bëjmë në mes edhe në mes. Do me thonë e kemi numri i indeksit. Tu e kemi vordi. Tu e kemi Exceli. Kurse këtu e kemi poen. Këtë 4 këtu janë të shkruar vertikalisht, shkojmë aligment, e zgjedhim vertikalisht dhe i thona OK. I vendosim në mes, i vendosim në mes. Dhe e bëjmë zvoglimin pakos të këtyre poenave, do me thonë, cilët janë të definuar. Dhe e fundit është nota e propozuar. Dalim prej qelis, shkojmë i thona një të kthejet, tash nuk është në këtë mënyrë, shkojmë aligment, kjo është horizontalisht, e zgjedhim horizontalisht, i thona OK, dhe këtu e kemi nota e propozuar. Për fillon me të madhe, do me thonë këtu e kemi nota e propozuar me të madhe. Dhe ne e krijuam kokën e tabelës. Tonë me shënimot për klasë. E mushim tabelën me emrat e studentëve, mos tupim kotash, me thonë Ardian Rupa, Driton Seferi, Ardian Doka, Manushaqa Agimi, Shemsedin Sefa, Agim Baraktari dhe Arta Sulemani, dhe me numrat e indeksve. Pastaj i shënojmë poenat në Word në Excel dhe fillojmë me llogarit poenat. Poenat në Word dhe Excel jo mundi edhe mi përvetësua vetë, do me thonë, nuk është të thonëve që të janë ata dhe studentëve, si që dhe emrat dhe numrat e indekseve, do me thonë, mundi për përvetësua vetë gjatë punës e juaj. Sipas shprehjes që është dhënur në detyrë, poenat llogaritën se janë të barabartë me 0.45 herë Wordi plus 0.55 herë Exceli. I llogaritëm poenat dhe tash e bëjmë mbushjen ose pasqyrimin e shprehjes poshtë. Dhe i definojmë poenat këtu në këtë rastin tonë. Për mu konë, ma mirë, pasi që kemi në dy vende pas presës dhe tore, atë shkojmë i thona number, edhe i thona OK, dhe tash i kemi të gjitha me dy vende pas presës dhe tore.
Nota e propozuar 7.9 është 8. 7.71 është 7. 66 është 7. 60 është 6. Këtu është 5. Këtu është 7 dhe këtu kemi 5. Dhe kështu ne e mbushëm tabelat me shënimet. Fillojmë tash me rregullu shënimet sipas asaj që është dhënë me detyrë. Këtu kemi numri rendor vendoset në mes. Ta rrin pjatas, numri I indeksit vendoset në mes. Bordi Exceli, kuenat dhe nota propozuar vendosen në mes. Dhe nalti kemi në mes. Fillojmë me e definuar tabelën. Së pari I vizatojmë të gjitha kornizat. Së dyti vizatojmë kornizën nalt dhe e zgjedhim borders, e zgjedhim dy vijat, korniza e jashtme, ok, I zgjedhim edhe këtu dy vijat, kemi korniza e jashtme, I zgjedhim dy vijat, korniza e jashtme, I thona ok, dhe tash këtu e definuam kornizën e jashtme. Këtu I kemi edhe vijën që është numri I indeksit me vite plotë të poshtë, do thonë vija pakës më e plotë, shkojmë edhe I zgjedhim këtu, është që kjo vija këndej, do thonë këtu I lam kështu, e zgjedhim këtë vijën, e zgjedhim këtu dhe I thona ok, dhe na kemi këtë vijën e plot që është paraqitur poshtë. Pastaj I kemi të nota propozuar edhe majtas dy vija. Mundim me marë, me vizatue këta. I zgjedhim tash llojin e vijave. Dy vijat, e vizatojmë këtu dhe e vizatojmë këtu. Dhe me këto ne e përfunduam edhe vizatimin e vijave. Shkojmë e hekim, e zgjedhim këto qelit, e bojmë merge center dhe shkrymë rezultati I testeve praktike grupi 17. E zgjedhim qelin, e shkojmë, e zgjedhim masin 12, shkojmë bolt dhe I taj bolt dhe e kemi tash këtë tekstin që është. Kështu që ne e pregaditëm tabela, na jesim pjesa poshme ku kemi me bo llogaritje.